ka thënë në fillim të gushtit, gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor. Pa po ua thënë 4-5 muaj përpara, që asnjë mos ketë një justifikim dhe thotë ne nuk e dinim se çfarë standardi do jetë për Tiranën. Standardi, ambicia, ëndra ime për Tiranën është jetë qyteti më i pastër në Ballkan, jo në Shqipëri, në Ballkan. Po nuk e realizoj dot vetëm. Nuk e realizoj dot vetëm. Më duhet ndihma e secilit për jush. Ndaj duhet që secili për jush ta mendoj seriozisht. Secilit këtu, përfshi dhe mua, kontrata në Bashkinë e Tiranës i varet nga rezultati i kësaj lufte. Ne nuk mund të jemi njerëz që mposhten nga zhuli dhe nga plerat. Qyteti i Tiranës, që është kryeqyteti i të gjithë shqiptarëve, ku vinë nga gjithë bota shqiptare, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet që na rrethojnë, për të parë se çfarë standardi kemi ne, nuk mund të jetë një qytet ose kryeqytet i zhulsit.